Qmimi I shoqatës ACD është një çmim shumë I rëndësishëm, është çmim që e jep shoqata e autorëve, është një prej shoqatave më të rëndësishme dhe më të respektume në Francë. Është një mirënjohje shumë e madhe, me shkruajt skenarin për duan, nuk ka një proces goxha I vështirë, pavarësisht që është rrëfim personal, kur e bazon diçka që është shumë e afërt me ty edhe shumë personale, shumë intime, është shumë zor kanjherë me balancu çka me lënë edhe çka me hek, po normalisht me një bashkëpunim shumë të mirë me Nikollën kemi mri edhe me strukturu rrëfimin në formë të filmit që me mujt me u shiku tamam si një rrëfim dramaturgjik, po edhe me ditë çka me majt edhe çka me lënë jashtë. Premiera ka qenë një moment shumë emocional, publiku e ka prit shumë mirë, kemi marrë edhe standing ovation që në Shqip s'po di bjen një aplauz I gjatë mas filmit. Në shumicën e filmave matet me minuta sa ka zgjat standing ovation mas filmit, për shkak se është njohja që ta bën publiku për punën edhe për filmin. Ajo që më ka inspiru mas shumti është lufta e adoleshentëve mi mbrojt ëndrat e veta, me rujt një dignitet e një humanitet vetin, po dhe mi mbrojt ëndrat e veta, se edhe pse jenë luftë si adoleshent, po dhe krejt njerëzit, po në këtë rastin tonë kemi trajtu një adoleshente 13 vjeçare, tu bazun që e kom përjetu une edhe pse jenë luft gjithmonë I ki ëndrat. Prej fillimit kemi dasht me pas filmin e emrin e karakterit, me që është rrëfim I komplet rreth një karakterit, edhe sidomos për stilin e xhirimit që e përdori, që është gjithmonë edhe kamera në karakterin kryesor, po kom dash që emri me pas edhe një kuptim tjetër, adin është edhe emër për me dash diçka edhe bash I përshtate adin edhe karakterit, po edhe është emër që thuhet lehtë edhe ndërkombëtarisht. Skenografia ndoshta ka qenë një prej departamenteve më sfiduese. Unë kam insistu mi realizu krejt skenat në lokacionet që kanë ndodhur, në lokacionet reale të Prishtinës, kështu që është dashur me bo investim goxha të madh, ndoshta ka qenë edhe departamenti më I kushtueshëm për film. Për mua është më shumë për njerëzit tjerë, me të kallëzu drejtën, është më shumë për me tregu që edhe njerëzit në luftë janë njerëz normal, që edhe njerëzit në luftë në konflikte janë si krejt tjerët, I kanë ëndrat e veta, edhe I kanë ëndrat e mëdhaja, edhe I kanë ëndrat e njëjta si krejt tjerët. Po edhe në anën tjetër veç më kallëzu që edhe adoleshentat në vende me konflikt I kanë ambicjet, I kanë intelektin, I kanë dëshirat, gjithçka njëjtë si adoleshentat tjerë.